Po, padyshim, Zoti Meta po shkruan një libër sepse ju e dini, jeni i ri, ndoshta Zoti Meta është student i dhjetorit. Pra Zoti Meta ka qenë në lëvizjen e 8 dhjetorit me studentët ku ka ka qenë pjesëtar në atë lëvizje studentore që ka rënë atëherë dhe muri i Berlinit ose muri që ka rënë komunizmi në Shqipëri. Dhe Zoti Meta pas ka vazhduar rrugtimin e tij politik dhe Zoti Meta është njeriu i cili bashkë me zonjën Kryemadhi, Zoti Pandeli Majko e të tjerë kanë themeluar atëre Freshin. Pra Freshi ishte një organizat partnere e Partisë Socialiste e cila i u njoh në atë kohë nga partitë si motra të Europës. Dhe Freshi ishte avanguardi për të cilin i dha një shkëlqim, mund të themi ndryshe asaj partie, pasi ajo vinte në një e kaluar kriminale dhe padyshim që Zoti Meta ka meritë të jashtëzakonshme për t'i dhënë Partisë Socialiste një ngjyrim tjetër dhe vazhdoi rrugtimin e tij politik. Ka qenë koherent, ka qenë konstant, është i majt padyshim, është vokacioni i tij është i majt, pavarësisht se avokatin mua më ka të djathtë, por problemi qëndron që Zoti Meta ka qenë njeriu më koherent në atë parti, ishte kryeministër, dha dorëheqjen për arsye partijake të brendshme, ka vazhduar betejën e tij. Edhe kur është akuzuar, më pas ka bërë betejë të tij dhe në kuvent, ka bërë edhe për ligjin që ka ndryshuar të zgjedhjeve në